Partisë Demokratike për të vijuar tani me një tjetër lidhje të drejtë për drejtë, do të zhvendosemi në veri. Në Shkodër, në kryeqendrën e Veriut, me Armand Bajrami. Armand, të përshëndes në këtë lidhje të parë së bashku. Deri më tani nga lidhjet që unë kam zhvilluar janë të gjitha në favor të Partisë Socialiste. Kështu që çfarë ndodh me Shkodrën, me atë që është konsideruar si bastion i djathtë, bastion i demokratëve, edhe pse 2 vite më parë u thye ky trend me bashkinë që i shkoi socialistëve. Çfarë ndodh deri në këto momente? Po Bruna, në fakt me rezultatin e deritanishëm është një tjetër panoramë sa i takon qarkut më të madh verior atij të Shkodrës, ku kryeson paktën apo forcë e parë është Partia Demokratike në të paktën 2 nga 5 bashkitë e qarkut Shkodër, në të cilat ka përfunduar tashmë procesi i numërimit votave në bashkinë e Fusharzit dhe në bashkinë e Pukës, ku renditja si forcë e parë është Partia Demokratike, koalicioni për Shqipërinë madhështore, ndërkohë që forcë e dytë Partia Socialiste dhe e treta në rang zbritës është Partia Social-Demokrate, një parti me një forcë politike me influencë të paktën në qarkun verior të Shkodrës. Aktualisht ne ndodhemi në KZAZ numër 2 në qytetin e Shkodrës, KZAZ-ja që numëron numrin më të madh të kutive të votimit, një total prej 106 kuti votimi, pasi përnumërohen në këtë ZAZ ku aktualisht ndodhemi të gjitha kutitë e votimit të rrethinave të Shkodrës dhe të njësive administrative. Deri në këto momente janë numëruar vetëm 38 nga 106 kutit. Procesi është ndërprerë në orën 11:00 me shkakun apo me arsyetimin e lodhjes së numëruesve. Do duhet të rifillonte procesi i numërimit në orën 15:00, fakt që ende nuk ka ndodhur në fakt, edhe pse janë të pranishëm disa nga numëruesit, nuk janë gjithë dhe procesi ende nuk ka rinisur. Por vlen të theksohet, Bruna, në fakt që edhe kur të nis të paktën në këtë ZAZ numërimi i votave, sërish është parashikuar, nga sa kemi kontaktuar dhe me numëruesit apo me zyrtar të tjerë këtu në ZAZ, pritet të ketë një tjetër ndërprerje në orën 20:00, kësaj here jo për shkak të lodhjes së numëruesve, por pikërisht për shkak të një ndeshjeje futbolli që ndodhet në kryeqytet në fakt. Finalja e Superligës mes Vllaznisë dhe Ignatias dhe një dëshirë apo vullnet i numëruesve për të ndjekur ekipin e qytetit të tyre, çka do të ndërpritet të paktën dhe do të shkaktojë të paktën këtu në ZAZ numër 2 një ndërprerje tjetër të procesit të numërimit. Po sa i takon për qarkun Shkodër, deri në këto momente të paktën, përveç 2 bashkive të cilat përmenda në të cilat ka përfunduar numërimi, në bashkinë Shkodër, bashkia më e madhe e këtij qarku, nga një total prej 246 kutish votimi janë numëruar 121 dhe aktualisht kryeson Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë madhështore me 43.5% të votave të numëruara deri në këtë moment, e ndjekur më pas nga Partia Socialiste me 39.58% dhe e treta është Partia Social-Demokrate me 10.01%. Ndërkohë që sa i takon subjekteve tjera politike të votuara në këtë qark, Lëvizja Bashk është me 221 vota, Lëvizja Dheu me 32 vota, koalicioni Euroatlantik me 666 vota të drejtanishme, Nisma Shqipëria bëhet me 476 vota, Aleanca Kombëtare Shqiptare 36, Partia Aleanca Demokracia e Re 11 dhe koalicioni Djathtas për Zhvillim 28. Ndërkohë që Partia Mundësia ka marrë deri tani po një total prej 483 votash, gjithmonë në rang bashkie, pra në gjitha numërimet e deritanishme në ZAZ-t e Bashkisë Shkodër. Në fakt, ndërprerjen nga lodhja e kemi dëgjuar dhe herë të tjera në zgjedhje të tjera, po për një ndeshje, në fakt jo nuk e di sa normale është kjo të ndërpritet procesi numërimit të votave për një ndeshje futbolli, pavarësisht tifozërisë që mund të ekzistojë. Gjithsesi, kjo është dhe lodhje për numëruesit, për gazetarët, pasi do të shtyhet në kohë edhe dalja rezultatit përfundimtar. Edhe diçka lidhur me Shkodrën. Unë shoh qetësi pas teje, por gjatë kësaj periudhe, do me thënë gjithçka shkon qetë, a ka patur momente tensioni, a ka patur janë të pranishëm kandidatët për deputet, të cilën ndonjëherë edhe të pakënaqur nga rezultati
mund të shfaqin momente tensioni, momente të pakëndshme për terrenin aty? Bruna, në fakt gjithë procesi zgjedhor, të paktën procesi i votimit në gjithë qarkun Shkodër është karakterizuar nga normaliteti dhe qetësia, nuk ka pasur incidenta apo nuk ka pasur në gjithë qarkun Shkodër asnjë ndërmarrje nga organet ligjzbatuese, të paktën asnjë arrestim, ashtu se sikurse ndodhen në qarqe apo në bashkitë të tjera të vendit për fotografimin e votës apo krime zgjedhore, pra nuk ka të veprime konkrete gjatë këtyre 2 ditëve, por njëkohësisht qetësia ka karakterizuar atë paktën në zonë numër 2, ku ne kemi qenë pjesën më të madhe, grupi i xhirimit A2CNN ka qenë pjesën më të madhe të kohës, ka qenë një situatë tërësisht neutrale, e qetë, pa incidente, pa ndërprerje të pazakonta të procesit numërimit, sa i takon kandidatëve. Pranin kemi evidentuar ditën e djeshme, pranin e kryesueses të listës mbyllur të Partisë Socialiste, kandidates Mariana Koçeku, njëkohësisht po ashtu një tjetër kandidate e listës mbyllur të Partisë Demokratike, por edhe me praninë e tyre disa orëshe apo edhe me shkëputje, nuk ka pasur asnjë moment tensioni apo asnjë moment për të veçuar. Le të vazhdoj kështu atëherë, le të shpresojmë që të mos ketë momente të tilla, por të jetë një proces normal i numërimit të votave. Të falenderoj Armand Bajrami për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga qendra e numërimit të votave në Shkodër.